Herë në pas kujdes, nuk e është mjaftueshme sa dojmë na dikon. Që ka në një të keqe këtu. Prej dashurisë të madhe pastaj kanë kaluar në përplasje shumë të mëdha. Nga kryetarja e kuvendit, Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diasporë është ngarkuar që në cilësinë e komisionit funksional ta shërtojë projektimin për ratifitimin e marrëveshjes për anëtarësimin e Republikës Kosovës në bordin e paqes. Ne po presim të marrim një opinion prej qeverisë në raport me këtë marrëveshje ndërkombëtare, cilën nuk e kemi ende dhe besoj që shumë e nevojshme ta kemi bashkangjitur këtë dokument për shkak se kjo marrëveshje do të implementohet prej qeverisë dhe këtu do të implikohen disa ministri, më konkretisht Ministria e Punëve të Jashtme dhe ajo e Mbrojtjes. Fokusohemi tek neni të objektivi kryesor i bordit të paqes si një organizatë ndërkombëtare është promovimi i stabilitetit, rivendosja e një qeverisjeje, pra mendoj që kështu është formulimi ndoshta jo i saktë dhe duhet punojmë për këtë, dhe garantimi i paqes së qëndrueshme në zonat e prekura ose të kërcënuara nga konflikti, pra edhe këtu po besoj që duhet jemi pak më precis sa i përket kësaj çështje, sepse mos harrojmë që për momentin kur se gjysma e globit është në konflikt, ne si grup parlamentar në parim jemi për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Por qeveria njëkohësisht dhe e shumë serioz që nuk e ka qenë opinionin e saj për këtë çështje. Ne dim çfarë kanë qenë ato raporte me institucionet e Kosovës, prej dashurisë të madhe pastaj kanë kaluar në përplasje shumë të mëdha, mirë po çështje shtetërore. Sidomos këto marrëveshje do duhet të jenë jashtë atyre konflikteve dhe jashtë atyre çështjeve që ata i kanë. Një marrëveshje me 4 nene, është doshte edhe qeveria tash ka këtë opinionin e vet, ketë edhe një opinion ligjor, po nuk e di që ka në një të keqe këtu. Kjo vetë që e forcon subjektivitetin e Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe jemi pjesëmarrëse në një forum ku ka plot vende që se kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe ne jemi të barabartë aty në këtë forum. Ne kemi deklaruar që jemi për, edhe pashtu po kërkojmë që me shumë shpejt mbledhet ky komision që po bëhet brenda komisionit tonë, një grup punus, ta trajtoj. Në dy javë ditë qeveria ma të vonë vendim që në brevë. E di që në është letë, me pasën para antarësimit këtë organizatë me ftesë, në kështë një mundësi, sepse këto procedura është sigur me zgjellë me të nonës e babës ka një. Nimi ka qenë një i letë, për da është gjanë shpejt, me vërdëru edhe ka bo mirë që prezidentja ka reagu, edhe ka mërë pjesë dhe ka formalizu pjesë më në tonë. Tani mbulimi i antarësimit me legislacion duhet ta përcjellim, sepse na një mundësi për operacione faqore që se këse kemi humbë. Kemi humbë, se kemi basë marrëdhëniet kuizume, s'kemi mërimi këto obligime dhe tona dhe ai misione shumë kemi humbë e mundësinë e një gjeneratat kadetëve e me u shkollu, për shkak këtyn e shkollimeve dhe tash në punë që humbë dhe tash po Alianca jonë është e madhe, e pakthyeshme, e pathyeshme, për kjo nuk do me thonë që është e qëndrueshme, sepse varet sa ajna do neve. Ju përshim një reagimin ndaj gjitha zhvillimeve, ke herë në pas kujdes, nuk e është mjaftueshme sa dojmë na dikon. Është shumë reale sot, se sa aj, ose ata do të na duan në këtë bord, në këtë operacion paqësor. Secili prej nesh sot këto, po pajtohemi që duhet me punu në projekt legje dhe si rezultat i kësaj po i bashkohemi një grupi punus i cili ka me bu këtë punë gjatë kësaj javë. Kështu që besoj që këto po e tregojmë që nuk kemi asgjë kundër as marrëveshjes ndërkombëtare dhe as fakti që kjo do të mbështetet me votë në kuvend.